i partive politike apo i opozitës apo opozitës. Diskutim veç më është, po tani nuk e dim se çfarë vendimi dhe se nuk është që në spektrin politik kosovar merren vendime shpeshherë të logjikshme, merren edhe të palogjikshme, merren edhe interesa të ndryshme. Besa edhe dëmshme. E dëmshme, e të mira besa. Ka ardhur koha që të merren kur e kemi këtë vrull, kur e kemi këtë tunel, atëherë duhet për të mirën e Kosovës ka ndodhur shumë gjëra edhe shumë familje në sakrificë. Audiencë të gjerë me një vëmendje të jashtëzakonshme në bordin e paqes në takimin themelues e inaugurues. Kryeministri Rama i drejtohet presidentit Trump mu për shkak të zotit Thaçi dhe edhe drejtësisë së dhomave speciale ose pa drejtësisë së dhomave speciale për cilin ai ngarkon edhe shumë nga shtetet pjesëmarrëse aty. A ka qenë audienca e dur për ta bërë një gjë të tillë, cili pritet jetë impakti si pjesë përfundimtare? Nuk kisha me spekulu me thash për momentin më onë ka qenë momenti vendi duhunës e jo, por zotin Hakut, njerëzit e ti, tash kushtimisht po thom të ti, sepse aje ka shumë për hatër zotin Thaçi sidomos, dhe njerëzve tonë, njerëzve të Kosovës, dhe aje bani pjesën e punës e ti. Kështu që aferim, do më hanë bravo i qoftë, e shfrytëzoi momentin e tij jo për ngritjen e vetvetes ose të një raporti të forcimit të tij personal ka shi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por e ngriti çështjen e Kosovës në raport me Kosovën, me Shqipërinë, me çështjen e shqiptarëve në rajon, dhe kjo do më hanë dëshmon që zoti Rama është politikisht i shkath dhe e din me kop momentin, shansin e ti. Kështu që, do më honë, maestrale. Gjino, a ishte momenti dur, mos ka shkaktuar dëm Rama duke dashur të bëjë mirë?